Partia Guxo, në historikun e saj, edhe kur ka lind si pasojë një apo një përballje apo një mes historisë të viteve 2015 kur Vjosa Osmani, unë atë kohë deputet, po edhe aktorët tjerë të mëvonshëm, për shkak të mos pajtimeve që kemi pas me strukturën e atëhershme të LDK-s, është formu dhe ka derivu Partia Guxo. Dhe Partia Guxo, në kuptimin e fjalës, simbolikat e saj politike i ka të lidhur edhe me filozofinë rrugoviane, në kuptimin sot në ditëlindjen e presidentit Rugova, edhe ne si Parti Guxo kemi bërë nderim te varri presidenti Rugova, sepse mendojmë që në këtë varë trashëgimia e presidentit, por edhe historia jonë është vlerë në kuptimin edhe të Partisë Guxo, sepse secila parti ka ato simbolikat dhe artefaktet e veta politike të cilat i kultivon dhe edhe ngritet në bazë të atyre. Ne si parti, domethënë, e kemi orientimin e gjatë dhe siç e tha edhe kolegja, ne jemi në kuptimin e balancimit të politikave, gjithmonë duke marrë parasysh edhe kontekstualitetin të Kosovës, sepse Kosova me gjitha ato probleme sociale, shpeshherë ne duhet që të përkrahemi politikat edhe të majta, siç është edhe ndarja e subvencioneve, ndarja përkrahjes edhe për shtresat më të varfra, por gjithmonë duke mos e harruar edhe ekonominë e tregut dhe biznesin. Në këtë kontekst ne gjithmonë anojmë ka politikat e djatha që të fuqizohet dhe të fuqizohet edhe biznesi dhe ndërmarrësia në kuptimin e Kosovës, po ashtu edhe si parti kemi orientimin euroatlantik në kuptimin e kultivimit të marrëdhënieve sa më të mira me Shtetet e Bashkuara, por edhe përkrahjes apo rrugës së Kosovës drejt Bashkimit Evropian. Në këtë kontekst, ne si parti jemi edhe parti konservatore, jemi në kuptimin e plotë të fjalës në përkrahje të familjes, njëjtën kohë nuk jemi në kuptimin të ndalimeve apo të blokadave të ndryshme të cilat përcaktojnë edhe ligjet evropiane në kuptimin e orientimit, por gjithmonë ne i japim dhe do t'i japim përkrahje familjes, do t'i japim përkrahje gjithmonë në kuptimin atyne vlerave të cilat i kemi edhe si kamp, po edhe si shoqëri. Në këtë kontekst, në pyetjen konkrete, unë mendoj që liria e secilit nuk cenohet, por mbi gjitha ne duhet t'i kultivojmë vlerat e mirëfillta familjes, të gjinive, të cilat në natyrë dhe në njerëzimi ka dy gjini, dhe në këtë kontekst ne nuk kemi asnjë dilemë që familja jonë duhet të kultivohet me dy gjini, por njëjtën kohë askujt dhe askënd nuk duam që ta, si më thon, diskriminojmë në orientimet e tyre, që të jetë orientim personal dhe i tyre, pa e diskriminu dhe pa e dënu askënd në vlerat të cilat i përfaqëson apo don t'i përqafoj. Në këtë kontekst ne më shumë orientohemi ka familja dhe në këtë drejtim edhe unë personalisht, po edhe shumica e aktivistëve dhe njerëzve të cilët udhëheqin me Partinë Guxo i kushtojnë rëndësi vlerave tradicionale familjes, edhe shqiptare, po edhe